Ky podcast mundësohet nga Fiberal, GMS Equity, IBC Telekom, VC Shop, Ujla i Thisa, Salon Vogue. Pranvera filloi me ardh dhe bylbylin me këthmu një jodrano filja e parë ne ndritaren tu I shikju o shpirt sa të du s'bashku jetën me kalu. Indri Shiroka. Apo themi Indri Qyteza. Ja, Indri Shiroka është. Indri Shiroka është. Ja, atëherë, Indri Qyteza është emri I real në dokumenta jem, por për një arsye krejt banale thjesht që në Itali e kanë shumë vështirë për me shqiptu mi emrin Qyteza, edhe kanë shumë më thjesht me shqiptu emrin Shiroka, atëherë I kena bë njerëzit që në ndjekin, të me thonë ndjekësit, I kena bë krejt kurios. Të me thonë, ti thunë Itali është krejt pa mujtën për me thonë Qyteza. Edhe unë thëmë është një djarë Shkodre. Që të me thonë kjo pjesë, të me thonë që ti nuk jeton ma Shkodër. Dhe me thonë që unë nuk jetoj ma Shkodër që është në 1998. Okay. Pra, unë kam ikë shumë I vogël, 9 vjeç kam kajnë. Edhe fatkeqësisht. Indri, nërko që ne të dy flasim, unë kam dy vajzat e nëjna që sigurisht janë të thonë në I gjo për ne të dy, por pa ja kaloj fjallën që... Po ju Sa njëre kuptune, një është Kim të pjesa dytë. Nuk ka podcast që nuk më gërgasin, kanë fillu me më qujtë gjandari podcastit, ku që më ka gjetë. Mas këtij sezonit podcastit, unë rrugë ka me dalë edhe me kapilë policit. Ta kesh sigur. Gjinare, pse mi thonë gjandar, katë, krejt. Qa kej me një të sahat që rinë të esjall një është? Se së mbjen I malë, se nuk është I jami. Nuk është joti? Ja. I kujt tasht? A mundet me vu një shkodron sahatin e tjetër kuj? Mundet. A mundet? Mundet sepse ky sahat është sahati I Beb Shiroks. I të malit Beb Shiroka. Nuk mundesh me thonë ka shkolla I Beb Shiroks. I të malit Beb Shiroka. Po, nese, I gjyshit. Po si gjahet në dorën tonë? Si u gjetë në dorën tonë? Sepse, para se më arë këtu, unë hapa shpinë e gjyshit, ku fatkeqësisht nuk jeton ma kërkush, sepse shumë pak ko për para në rëjet gjyshja, 2 muj për para paka shumë, edhe mora koraj me thënë drejtën, sepse nuk, adin është komplet ashtu si që ka lanë, se ka kalu ka shumë pak kosa, kërkush për I nesh nuk ka himi, regullumi, hekmi, sistemu gjanat, edhe nuk është e thjesht me hinat shpi, pa ka nezoja shpis. Po nejse, mora korajo, mora qilcat edhe hina se a shpia jame. Normal. Edhe atëherë rastësisht, komplet rastësisht, ishte të kërku një telekomand. Vesh kur po shof këtë sahatin, edhe pam, adin kur të mezin ato kujtimet, po ka kënë sahati I babs bep, I thash vedit, edhe kërkova një konfirmim nga nana, e mora direkt në telefon, I thash, më falë, po kjo është sahati I babs bep. Po, ku e ki gjete, ishtu, e nese, ma, edhe nuk punon, por unë Unë e vlerësoj shumë që ti e ke vunë për podcast edhe me rëfë një histori. Por mund të bojnë edhe me funksionu, se këto në Shkodër kejna sahaqish. Po, e di. Edhe sahaqit vjetër, që kanë gjysh në kohë gjyshe. Indri, kam 25 vite që nuk mjetojnë gjyshat edhe për I ditë që kam rru jetë, nuk kam shkel ma në shpinë e tyne, me një lidhje shumë të fort me ta. Edhe unë të kuptoj mos mirit atë që e thu, por si është njësia me hap një derë ku nuk të pret kërkush? Me të thonë drejten, unë erdha sot në Shkodër, edhe kalova me makinë për balë palatit, fillova me kja, rëndshëm. Imagjino për balë palatit në rrugë të madhe, që lene ma me hi. Por I thash vedit mas pak orësh, një 2-3 orë kështu, I thash vedit një gja.
ti dikur do ta bash këtë hap, sepse në fundit ajo është shtëpia vetme që unë kam këtu në Shkodër, sepse shtëpinë ku unë kam le, ku jam rrit, nuk e kena më, kena pas shit atëherë kur ikme. Po përveç kësaj, do më thënë, shtëpia jeme, po e përsi, shtëpia jeme, motrës teme, vajzë tezës, shtëpia jone, familjes. Kështu që i thash, bane, jepi forca vedit, kur ajo, vuj, sa të kesh me vujt, e bana, vujta, kjava shumë. Pa diskutim. Wow. Një thame nuk po të emocionojmë sonte. Pra. Më duket nuk arrime, nuk është sahati. Që se si bane mirë sa është një lloj lirimit. Po. Që duhet ka herë më përballë me Edhe jesi. vedin shumë më mirë. Nikja, sahati në Shkodër them sahati hajrit. Po, bash, kërë sahati i Kë hajrit. podcastit, po. Pa tjetër që po. Ndjesia shumë e bukur dhe shumë e veçantë. He vajza, si ju duket? Sahati apo Indri? Indrin po e shofim, po thëmë Sahat. Sahati shumë i bukur. Ja zakonisht me pëlqen ideja me. Historia gjyshave është e veçantë. Jozi ka thënë herën tjetër në Por do t'i podcast- kisha këshillu që s'zban me vull punë. Po. Më kujtohet që Jozi ka thënë një podcastin tjetër që me të vërtetë që kur ikin gjyshet duket sikur shuhet ajo dashnia e madhe. Edhe unë ashtë e menoj faktikisht, që shuhet një dashni shumë e madhe me ikin e gjyshave. Ne ik një pjesë shumë e madhe e jona, realisht. A di që më ka no, se kam thonë kur publikisht, po përfitoj nga kjo atmosferë shpijake, si më thonë, shumë miqësore, faleminderit. Bajmë premierën e filmit Pasaporta në 17 janar në Tiranë. Edhe si për tana premierat, ishte premierë e madhe, shumë njerëz, këna janë, unë kisha emocionet e mia, sepse, nejse, shfaqet filmi, marrën filmi, një moment këthehem, se kisha nanën e babën offer, edhe këthehem ka nanën shëf nanën të kja, por ishte një lloj vajet që nuk ishte thjesht vaj i një nanet që po shef djalin të realizum në atë moment, ishte diçka ma shumë, edhe e pyta, i thash që ka në me nanë, nejse më thot, nëna ti që gjysha jam. Ashtë ka ranë koma sot mas dite, tha, po nuk kena thanë gjatha, sepse nuk deshim me ta prishët këtë eventin. Edhe pra, ajo si kur, unë du me mendu që taman ajo si kur ka prit. Ka prit premieren, shkelqimin edhe mas 2 diq. Në rajet. Në rajet. Se në thojmë në rajet. Në rajet, po. Sepse njëri Më pëlqen shumë në rajet. nuk ka fund asnjëherë. Absolutisht jam dakord me ty. Po, kjo ishte. Por mendoj që të ka lanë bekimin mrapa. Po, ajo ka kanë fansja jeme nëmër 1. Sepse ti ki pas një shkëlqim për atyne që janë me të vërtet kështu verbus, kisha me thënë. Po, i pa pritën, totalisht. Po. Normalisht jam shumë i lumtur për thjesht faktin që kam thënë edhe herë tjera, është fruti punës më. Nuk është Duhet ta thënë një shprehje, nuk e di se duhet të hek pak të Po, shprehje emocioneve po. që çfarë kujton kjo shprehje? Hajde më mirë i hallës. Victoria Lino, që i thote fanatikot. Fanatiko, hajde më fanatiko i hallës, tash ti i mirë i hallës apo fanatiko? Se fanatiko i bite me kënë ai kushërin e tamam, ma i djali fanatiko është i mirë i hallës. Po ti nuk je fanatiko i hallës. No way, do të thënë, kam rreziku me kanë, po por jo, nuk jam absolutisht. Aja është një film që unë e di përmendsh. Kur është ai momenti i jetës tënde që ti kuptove se ki lind për me bë aktorin? Apo mjafton me kanë Shkodran, sepse ke artin xhep të këmishës, mos është? Me të thonë drejtën e shpirtit, unë ala sot e kësaj dite nuk jam i sigur që kam lind me bë aktorin. Di që është një punë që mu më jep shumë, më pëlqen shumë, sepse më fluturon koha kur e baj, shumë
banalisht, të më thënë, është një gjë shumë praktike. Unë, kur kam qenë i vogël, kam pas një ëndër, e ëndra jeme ka qenë muzika, ka qenë pianoja. Arti. Arti, okej, po jo aktori. Po arti, po. A di si është puna jeme? Unë jam djali i Aleksandr Qytezës, dirigent. Nipi i Beb Shiroks, aktor. Stër nipi i Kol Shiroks. Pra, normal që kam le në art. Po pra, kilim në artin në gjepë. Dhe nuk ke se mas me Pas ka me ju shmong. Nuk ke se mas me kanë, Frederik Reshpja thotë, kam lini damkosën me art. Edhe ti nuk ke se mas me kanë në këtë zhurën pa diskutim. Jam me shumë Ka fat. ngejnë. Po, është fat i madh. Nuk kam as një merit normalisht, është fat, thjesht. A janë njerëzit ata që thojnë apo ajo që bajnë? Urno? A janë njerëzit ata që thojnë, ajo që thojnë apo ajo që bajnë? Ajo që bajnë. Çka ke bërë deri më sot? Sa role ke bërë deri më sot? Dhe se kush është Indri mes tonë këtu në roleve? Indri është tana rolet që kam bërë unë, deri më sot. Unë besoj që nuk kam bërë la kur gja, sinqerisht. Ose, okej, kam bërë shumë pak, se kur gja, po respektojnë pak atë që kam bërë deri sot. Atëri ishte me thënë. Nuk e se ti nuk i bërë kur gja, ke bërë mjaftë. Kam bërë pak, sinqerisht, për që me lloj unë për vedje, për ku du me, ku e shof unë vedin, ki parasysh, edhe nuk shof një limit, ose një, unë du me më rrit aty. Nuk e di ku du më rri unë, nuk ja kam idenë. Arti nuk ka cak. Nuk ka, pra, është diçka që çon të hell të pret në vendet ndryshme, edhe ti manajna vetëm kur gjehesh në një moment siç ishte e doni të pasaporta për shembull. Po, për shembull, unë para një viti dhe gjys, nuk e kisha imagjinu kur që do ishim sot këtu me ju, të fol, të bëj këtë bisede për Hedonin e për mua. Ndërkohë që flasim live, është një pyetje për ta ndjekësit të Ikon Podcast, edhe Ileni është kështu pak e kujdesshme me pyetjet, edhe di që kena me pas njerëz që pyesin, sepse Unë jam sot me popullin. Je me popullin. Zoni i popullit. Pa një qëfmoj. Atëherë, një pyetje vjen nga Margaret Gorazdeu. Okej. Cili do jetë filmi i rrallës? Do të mos filmit Pasaporta, cili do jetë i rrallës? Filmi i rrallës janë dy projekte, një film amerikan që quhet Ghost Date, edhe është një psycho thriller, shumë interesant. Duke qysh në ti to. Po, unë duke i rolin e një policit aty. Edhe tjetri është Nosus Caminus, s'dia thash mirë se është brazilianshe. Our Paths, po e tham anglisht, që është një film... Nosos Caminos. Nosos Caminos, mirë thashe. Që është një film brazilian, ku aty në fakt, më thanë drejtin, jam shumë i lumtur sepse do interpretoj për herë parë, se kam interpretu edhe një personazh që ka ekzistuar realisht në një film tjetër, që do interpretoj një personazh që ka ekzistuar realisht, që është një pilot i Formula 1 italian që quhet Elio De Angelis. Edhe këta janë këto dy projekte që i di që i kam, dhe më thonë, por normalisht... Ka rol shumë interesant. Po, i ngjasoj shumë. Se kur vjen puna me interpretu dikën që ka ekzistu normalisht gjoja, por du t'i ngjasosh. S'ka, mund t'jesh shumë i mirë, që dush ti, po në qëse si ngjason. Edhe faktikisht i ngjasoj shumë. A do jetë e vështirë për ty me përjetuat adrenalinën që mund t'kin përjetu njëtën e vetë? Se kja është me nëjë pjesa ma kyqi. Kjo është sfida, po, absolutisht, do jetë tepër interesant. A, ke menu? E kam menu, por me thënë drejten, ka një vit që jam shumë i zanur me, një vit jo, ka disa muaj që jam shumë i zanur që kam qenë i zanur me filmin Pasaporta, edhe kështu që nuk jam fut alanat. Jam kurioze me pyetja diçka tjetër, si e përjeton një aktor rolin që i merr, pra si përgatitet me hin rol. Dhe mandej kam edhe një pyetje tjetër, mbasi hin rol, sa vështirë është për ty me dal prej rolit? Dhe a ka efekte psikologjike tek aktori mrapa? Atëherë. Në rrallë parë, si hin një aktor në një rol, thjesht duke studiu shumë. Dhe më thanë, jo duke studiu tekstin përmend, bile ajo nuk është pjesë e punës tonë, a kupton?
është duke studiu, dhe më thënë, ju kujtohet në shkollë, kur ju studioshit, kur ne tanë studioshit, mësoshit. Absolutisht. Edhe... Anglisht thonë hard work. Hard work, kupton sepse ti duhet ta zbërthesh komplet jetën e atij personazhit me disa informacione që ti nuk ke, për shembull, se informacionet që ti ke, i ke ato informacione, ku diun, e doni, po pajm shembullin. E doni është ideal që ka një moshë caktume, që jeton në një vend caktum, që dihet se çfarë do bajnë nga skenare tjera. Po për shembull e doni ku ka le. Si arrit, ku arrit, me ke arrit. Shumë informacione tjera që nuk ka ti duhet me i shpik. S'ke rrugë tjetër, nuk i ke, nuk janë skenar. Po ajo pjesa më interesante, edhe është pjesa që të ndihmon më shumë më për rolin, jo teksti. Pjesa që nuk është në tekst. Ajo është pjesa kyçe, domethënë. Kurse pyetja tjetër ishte me dal prej rolit, ajo besoj që vjen me eksperiencën. Në sensin që unë kam pas bëj film këtu në Shqipëri, në 2017, mos u gabosha, nërkombëtar të Pluton Vasit, aty isha një nërkombëtar. Edhe kisha shumë më pak eksperiencë sa mund të kem sot. Aty për shembull kam pas shumë vështirësi me dalë prej rolit. Më dukte vetja nërkombëtar. Eqa në për Tiranë, eqa me ato, si më thanë, jem nërkombëtar. Mirë, se në këta raste, me bo një rol t'il, nuk është dhe ndaj problemi ma me dalë pak ma nga dalë, po për shembull si që ta e parë, të filmi që do të bash që do lush një psycho killer, mos ka bo që Ja, ishte policë. Një policë, po ishte pak psycho, Që njekat psycho killerin. Mu kujtu pjesa Jokerit, që e di që çdo aktor që ka luajtur Jokerin e ka pas shumë vështirë me dalë prej rolit. Po, më dhejnë varet edhe nga roli. Totalisht, po. Ti se ke atë problem. Alo, jo. Po shpresoj që ta kem dikur. Indri, ndodh ndonjëherë, jo vetëm nga ana profesionale, po edhe gjatë jetës, të takojmë njerëz që me të cilët ne kena një lloj kimie, sikur jena të përballë për të njëjtit yll. Po. Dhe me këto njerëz është kaq e thjeshtë me komuniku, me lujt një film. Po. Çanon, Indri, kur në fakt takojmë njerëz që nuk kena zero kimi, zero empati. Po. Energjia jonë nuk lidhet kërkon, por ne kena me bërë një rol shumë të rëndësishëm me atë personazh. Po. I gjenë ndonjëherë në këtë situatë, ç'a bën, si vepron, ç'a bëhet në këtë raste? Po, më ka nollë të zhvonë, edhe... Po jo, se ta thojmë pa problem. Më ka nollë me partnerin e fundit, e filmit fundit, që nuk kina kombinu, thjesht. E aktore e mrekullueshme, talenti pa pam, por nuk kena kombinu. Ishim dy bota komplet ndryshme, dy moshat ndryshme, dy jetë ndryshme, tjerë. Pyetje e mirë kjo e jotja, por aty të shti më falë për shpejt, hin loja. Okej? Aktrimi. Loj, jo aktrimi. Po, aktrimi normalisht, po du me nënvizu fjallën loj. Unë e du shumë fjallën loj, edhe jam shumë i mërzitur që në gjuhën teme dytë, ose të parën varet që është e dytë, apo që është italishtja, është e vetmja gjuhë në botë, ku aktrimi nuk quhet, nuk është gjoko, nuk ka loj. Pa recitare, që është fjalla për më dhinë tem në matë mrapshtet. Faktikisht recitare dhe me thonë me recitu. Me recitu është diçka ose me interpretu, me recitu edhe mos i se interpretu, se interpretu disi hajt, po recitu është merë. Pra, loja, aty është loj, aja është loj, ti du kthesh në fëmijë, në çdo akademi, edhe në akademinë që unë kam ba një akademi teatrit në Rom, në çdo akademi, viti parë sidomos, ato profesorat bajnë qmos për me të kthy ty fëmijë. Dhe më thanë, kanë ato teknikat e tyne, training e tjera, edhe qëllimi i vetëm i tana këtyne teknikave e tjera, është me të kthy ty fëmijë. Sepse unë e shoh me fëmijën tëm, që ai kur lun 100% komplet. Anima e korpo, si më thanë, komplet. Për te ajo nuk është loj, ajo është realiteti i ti në atë moment. Dhe kupton, unë për shembull filloj me te, edhe filloj këtë është bëhet personazh kjo shishja, edhe fillon me fol shishja. Edhe ai merr shishën tjetër, fillon e më kthen përgjigje me shishën tjetër. Këto dy shishet losin me njëra tjetër. Edhe por është kaq, ti e beson kaq shumë nga një fëmijë,
Të rikthehem te aktrimi, kjo është. Kimia, s'ka lidhje. Sa loj. Me që po flasim pak për djalin, dolën temë, vjen një pyetje shumë interesante për doktoreshës Arta Nikaj. Po. Arta të pyet, a flet djali shqip? Po ti thot a I flet shqip? Po. Shumë e mirë Arta kjo pyetje. Artën e kam shoqe të universitetit, e përshëndesim. Unë djalit I kam fol qysh se ka le, vetëm shqip. Vetëm shqip. Vazhdoj mi I fol shqip, tesh me thanë drejten, këto mujtë e fundit e kam thy pak atë pjesën, do me thanë, se po për një arsye shumë të thjeshtë që, për shembull, kur bëjmë lojën që thash, e shisheve, ose lojën, kur losim, kur krijojmë historina, unë e kam pak vështirë me improvizu shqip. E kam shumë më thjesht me improvizu italisht, sepse jam rrit atje. Pra është një, që të thamë ty, kjo është arsyeja për cilën unë e kam thyer pak. Pra djali flet shqip, edhe kupton 100% shqipen, edhe do e flasin, jam I billon me vite. E kam një pyetje jena te fëmijënia. Kisha krij diçka tjetër në mend, por po e kthejmë te fëmijënia. Çka mbart me veti Indri për një feministi? Wow. Kjo pyetje e mirë. Ale kjo. Është pyetje sepse ti rrit këtu deri në moshën 9 vjeçare, më duket se më the, dhe me shku në moshën 9 vjeçare, me marrë një rrugtim tjetër, me shku në një qytet krejt tjetër, me mësu një tradit krejt tjetër, me u përshtat, me u qep kjo tradit për trupin tam, për shpirtin tam, për një djalë me tabane shkodrane. Qa mbart e ti, në tonë këtë rrugtim deri më sot, për asaj fëmijënia? Unë maj shumë në radhë parë, kam shumë kujtime, edhe unë jam I bindur që si tanë tjerë, do me thanë, ai që jam sot është produktje ati që kam kënë atëherë këtu, I fëmis që kam kënë këtu. Kam pas fatin me pas një fëmini shumë, kam shumë kujtime të bukra, të leta, të qeta. Kam pas një fëmini. Taman fëmini e bukur që me... Privilegjume në sensin që ishte edhe koha, me thënë drejten. Unë jena paka shumë mushatar. U knaqim me paka, nuk kishim ato problemet nërthojza që mund të ketë një fëmijë sot. Ishte shumë e nevojshme me thënë u knaqim me pak. Po, u knaqim me shumë pak, me shumë pak, bile, kisha me thanë. Plus, këtë unë, për shembull, unë jam rritë shumë me gjyshin, sepse baba jem punote, ishte sidomos vitet e fundit, ishte dirigent në teatrin e operës në Tiranë, kështu që ishte shpesh në Tiranë. Nana punote vetë, edhe kisha edhe motrën e vogël, kështu që vite gjyshi. Gjyshi doli në pension. Për më dhejt me mu. Gjave qanë. Po, edhe pra, kam shumë kujtime me gjyshin, me babën, në për Shkodër, në për rrugicat e Shkodrës, në ato vite, edhe ka një fëmini, po ta përsëris, shumë e bukur, I maj mentala, edhe si konsekuenci e kësaj që sa po thash, shkputja ka kanë shumë me vështirë, edhe ka kanë shumë traumatike, edhe më ka, si thëmë, një senjato, si mund të thëmë, më ka... Të ka shënju? Po, e vazhdon, ka me më shënju gjithmonë, dhe më thënë, është një traumë që nuk kalon kur. Është diçka që nuk... Ti kilana ty dhe ajo mbetet si një plagë e vogël, por që vjen rritet me rritin edhe t'Indrit, po mbartet me ty gjithmonë, dhe më thënë. Po, ashtu është. Indri, unë thash, po e kalzojmë pak intimitet, edhe thash do t'ishte bukur të kishim një monolog. Unë t'kam lek monologje. Në teatër Migjen nuk e kam brit që Indri Shiroka. Edhe pse unë e kam adhuru monologun tam kur e ki pa. Monolog me Florindës. Po, dhe ishte normal bukur që kisha një, edhe unë me të vërtet që ishte të me një diçka ka që veçantë, sepse shfaqet kur I ndjek live ti merr shumë emocion, realisht. Duhet ba për një moment me mëllësyt, ti jeton në Rom, Piazza di Spagna. Në fakt jenë Shkodër, nuk jenë në Piazza di Spagna.
por do të kishe preferu me ulla të shkollët ose me nxitë shkollët tek Piazza di Spagna me dike përdoret apo me ecë me dike përdoret në përshtatje? Pra, në parë jam Shkodër, nuk jam Piazza di Spagna, vjen keq për Piazza di Spagna. Jam në biciklet, me gjyshin, të shku te teatri, se gjyshi ka prova. Edhe më rrim aty të teatri, himren të teatri, të holli teatrit. Futena poshtë skenës, kanë pas kënë të dhoma, të vogla, që ala janë sot e kësaj dite. E aty e ka pas gjyshi dhomën e vetë. Edhe gjyshi më len aty, sepse ka prova me ba. Unë jam fëmijë i vogël. Edhe unë shoh gjithkohë skice, skenografiash. Ishte plot me skice skenografiash edhe me kostume. Një moment që i kryt, dhe shoh një kapele policit. E marrë këtë kapelen e policit. Dhe në kërë, e më bjenë poshtë, mi mblon sytë, se ishte shumë e madhe për mu. Unë mundohem disi me qume e maj që me pa dhe aty. Edhe filloj e baj polic me to pupacetti, si me thonë. Kishte aty gjyshit e tavolina që i përdor të ato për skice për kostuma. Që e tillë. Edhe kalosha orët, ndërkohë që gjyshi bate provat. E unë lusha me ato. Deri kur u kthejte gjyshi, mas provave, më merte, unë lesha kapelen e policisë, hypsha dhe herë në bicikletë me gjyshin, u ktheshim shtëpi, bishim shtrat, të dy bashk, edhe shifshim televizor. Deri kur merte gjumi mu, edhe flesha. Ashtë herë zakonshme. Edhe, po, ishte për duar të shkëtje faktikisht. Ashtë dyta herë që na emocionojnë për gjyshat. Dhe ishta me thanë diçka, por jo ty, publikut shkodran. Pranaj thamë që sot kena artistë të ftumë, po jo sot çdo podcast, po kjo është Shkodra, edhe këta janë djemë të saj, praktisht. E po veri që diçka, që brezi jonë është shumë më i lidhur me gjyshat. Edhe me vjen këtë shtesh që po flitë që ti, që sot fëmijët nuk rriten më me gjyshat. Jo, sepse ka ndru komplet sistemi, geografia. E do të thënë jena shpërnda. Është shumë e thjeshtë. Ja, nuk është më sa ja bërthoma familjare që ka ndikur nuk është që sa ka ja jetu me bërthoma gjyshat. familjare, por për të përsit, po bëj për shemullin e djalit tem. Djali jem gjyshat e vetë, më thonë prind të mi, i shef 3-4 herë në vit, sepse jetojmë me 600 km largësi, e kena punë, ata kanë punë, punojnë të dy shoqëra laje, janë të ri, etj. Është jeta intensive, është jeta që nuk të lejon më atë që sa po përshkrua unë kujtimin real që ishte. Paulo Coelho thotë që mos ke frikë me rifillu, për rifillimi ka shumë mundësi thot me të pëlqy thot rifillimi jeta tjetër. Po. Sa dakord jemi në këtë pjesë? Shpresoj, por nuk e di. Nuk mund të tham po jam dakord, se nuk shpresoj. Shpresoj. Uroj. Po them uroj. Uroj. Që të pëlqen. Indri, unë kam një pyetje, në të them drejtën. Ti debutimet e para si aktor i ke në Itali, besoj. Po. Në Shkodër, do ta kishe pas shumë të lehtë, sepse gjyshi jot i ka lënë ndyrë të hap për ty. Po. Dhe normalisht ti kishe pas më të thjeshtë. Vërtet. Si ja ki ba, me spikat, ose me të hap dyrë në një vend huj që realisht jo gjithmonë janë shumë mikpritës për të Kur hujt. nuk janë mikpritës. Pikërisht. Po të thojmë vërtetën, kur, jo gjithmonë kur. Si ja kam ba? Nuk e kam mendu
atë pjesë, do më thënë, se po ta mendosh atë pjesë, unë mendosha vetëm që unë du me e ba këtë punë. Unë, ala sot e kësaj dite luftoj me këtë pjesën të mos pranimit të faktit që unë jam i huj, sepse kjo po kjo ndodh në tonë botën, nuk ndodh vetëm në Itali. Absolutisht. Okej? Se për shembull ke aktor të mëllaj që kanë fituar çmime Oscar, ke Andy Garcia, ke Robert De Niro, ke Al Pacino, që edhe ato janë viktima të origjinave të tyne. Po flasim për Al Pacino, po flasim për Robert De Niro, po flasim për Andy Garcia, po flasim për ata, bëmi pati, filmat janë italian. Kanë kalu gjysmën e jetës, mana janë pranu si aktor. Mana janë pranu, po për jo kur 100%, a kupton, se prep vjen film, kena një rol një italo-amerikani, kështu, Robert De Niro, Al Pacino. Nuk është e pa imagjinueshme që Al Pacino me lujt një kudion. Se në fakt Amerika është një rast pak i çuditshëm, se Amerika është e përbërë komplet nga europian, kështu që amerikani vërtet është nativi amerikan edhe është botë tjetër, po do me për fjalën nol gjithkohë edhe normalisht ti devi fare pace, duhet ta pranosh këtë, se kjo janë rregullat e lojës, por e vunë sepse ti kishe dasht, për shembull në Itali çan nol që hin loj, më thonë, jo vetëm në Itali hin loj stereotipet. Okej? Pra, është e pa imagjinueshme, po bëj shembull konkret, që dikush, një skenarist, edhe një producent bashkë me skenarist dhe me regjisor, me shkru një skenar, edhe me shkru një rol të një shqiptarit që ka një jetë normale. Që është një profesionist, që është një artist, që është një kudion. Jo. Që ose a i shkruan për një shqiptar, a i shqiptar do jetë o kriminal, o morator, o merret me drogë, o merret me ke parasysh. Edhe pra, ne jena viktima të stereotipave. Ne si popull, tonë bote, por në art, në kinema, në teatri janë teatri për shembull ndryshe, sepse teatri ka tekste shumë vjetra, kur atëherë nuk kishin këto problemet, ose nuk kishin nëpër masa që janë sot. Sidomos në kinematografi sot shkruhen stereotipe. Shumë është ka raste shoqërisë, ka, por janë shumë të rralla dhe ti duhet me pas fatin për mi kapa të raste, me kena ty në atë momentin e duhen e tjera. Pra, kjo është. Roli aty parë, si ka kanë, si ki hin kontakt, si... Ka kanë një murator, shqiptar, në Putallëm, që ka pas emrin Ermal. Okej. Edhe Ermalin ki ba. Edhe Ermalin kam ba. Por si ka ndollë që unë të shi, në dy më e ka dzu sa shumë e bukur. Unë studiosha infermieri në atë kohë, isha në universitet në vit 2. Edhe studiosha në Firenze, prind në kohë i kam veri në Brescia. Edhe isha në tren, në Intercity. Tu u këthy në Firenze. Intercity është një tren në Itali, që ka gjithmonë e ma pak, sepse të janë tanë ato me shpejtësit nalë, dhe më thanë. Po Intercity ka kanë i tilë që ka pas kabinat. Kabinat me 6 vende, dhe thanë 3-3. Edhe kjo gjatë, edhe ishin të izolume komplet, edhe kjo gjatë lejote për me folë, për me kalu kohën me atë që ki pas për balë. Kurse sot, edhe kjo ka ndryshu komplet. Edhe këtu e kena prish krejt këtë pjesën, sepse sot trenat janë të bamë në mënyrë që ti nuk mundesh me folë me kërkën. Sepse se dilet janë në resht, edhe ti veç me ndajt tanë kohën kështu, që s'rejnë, edhe për të thua hajtë se s'po flasës. Ti kujt e intereson mësë më zhvillu botat, njerëzit të komunikuar. Bravo. Për atem tjetër. Aty deshe me dalë, atem tjetër. Nese, njofun këto persona që ishin aty, një për këtyn ishte një aktore, edhe regjizore, Valentina quhet, Valentina Tomada. Kështu që rastisht komplet qa batë, studia infermeri këtu, po kisha dash mu ba aktore, thamu në saj. Unë jam aktore, këne andaj, shkurt ma beti, bana shok, se njifën, lajmë kontaktet njëri tjetrin, unë nalën Firenze, ata vazhdu në për Rom, se jetoshin Rom, edhe aty
i shkryen asaj për me ndihmu për me ba një audicion për me hinë një akademi në Rom. Ai thotë, "Okej, do të ndihmojem, por plus do t'jap edhe një rol të një film shkurt që jam unë regjizori i këtij filmit." Po, do t'jap një rol që ta provosh që domethënë me kanë aktori një filmit. Edhe kështu ka marrë rolin e parë. Pra ishte shans. Shans. Një gjë me trajt, shans. Total. Carpe diem. Po. Jep. Kisha dashur me ditë pak për momentin kur familja jote vendos në Itali. Si kanë qenë vitet e emigrimit për ty? Qa malë mend nëse atë fillimin e emigrimit, deri në momentin më që normalisht njeriu integrohet, mësohet. Ka qenë e tmerrshme. Ka qenë periudha më e vështire, më e keqe të jetës teme, më traumatike, sepse ne, baba me nanën, vendosne për me shku në veri të Italisë, si që thash. Ato ishin vite shumë të vështira atje, ishte Lega Nord i Bosit, i Umberto Bosit, që ishte në pupa, si më thonë, kishte shumë konsens. Racizmi ishte i përhapur në një mënyrë të papame. Shqiptarët nuk ishin njerëz në sytë tyne, ishin bisha, ti shifshe një, i thoshe që je shqiptar, do të me pas frikë mi thonë që jem shqiptar. Pra, kam pësu shumë fymje, më kanë ra, bullizëm, sepse plus unë isha dhe, kështu si gjëna, isha i shnosht, shumë i shnosht. Në komënësi. Me gjyslyk, a kupten, nuk reagosh as si tip, unë nuk jam tip që reagoj. Unë nuk reagoj, nuk jam tip që reagoj. Tash kam fillu, kam ndryshu, normalisht me moshën, po, pra imagjino, plus isha shqiptar, pra bëmë më pyti si ka kanë emigrimi, jetë ka kanë i të mërshëm. Edhe këtë gjana, të njëjtat gjana, nuk i kena përjetu vitëm unë e motra jeme në ambjente shkollore, po i ka përjetu dhe baba jeme me nanën teme në ambjente të punës. Unë mendoj se i kanë përjetu një pjesë e madhe e shqiptarëve që kanë emigruar, besoj se fillimi ka qenë i njëjtë për tonë. Shqiptarët, absolutisht, pa diskutim. Edhe gjaja që të vret më shumë, është kur ti mendon që tonë të shqiptarë, unë po bëj shembullin e prindëve të mi, po e përsërisim, vlen për tonë. Baba jem prej podiumit teatrit Toperës në Tiranë, shkon e përfundon punëtor, fabriket, ku e shajnë, masakrojnë e tjera. Nana jeme mësuse Ada, që në Shkodër e njofin tanë. 20 vjetë, mësuse tjera, përfundon me pastru banjot e kudion. Pra, imagjino, unë sot që jam 36 vjeç gati, normalisht mendoj si prindësh, nuk mendoj ma si fëmijë, edhe pa me imagjinu vetin që mund nollin, sepse mund të na nollin edhe ne. Unë që bana filmin, të me kaluon nga kjo superstari, filmit, kinematografisë, shqiptare, tjera, me përfundu unë ku dio në një shtet në fund botës, lërgë, me ba një punë kretë, jo një punë që unë kam studiu, unë jam infermier, jam aktor, kam ba 2 shkolla, tjera, imagjino se qëfar të merrit ashtë. Indri, aja ka vlejt, mas ka zhvitë, aja vlejt. Shumë e bukur edhe kjo. Po vetëm pyetje të bukura bani ju këtu. Bani edhe pyetje të kafeja. Shiko, kena edhe ta pyetje më vonë për ty, po s'keme. Unë varet nga kam veshtrimi, normalisht. Nga një kam veshtrim nuk ja ka vlejt. Po sot tash pak më i butë emigrimi, po marrim Italinë për shembull? Nëse keni punu shumë, jo? Që sot mos but pak aja mëndime që kanë. Për shqiptarët pa diskutim është shumë më i butë, sepse shqiptarët janë integru, se shqiptarë e kaket, integrohet mirë. Janë shumë inteligent shqiptarë. Janë, është të kotë, janë. Por në përgjithësi, jo s'ka në rrugë bile bë ma keq. Sidomos sot në Itali është një situatë madhe politike, normalisht se politika është burimi i tonë këtyre. Kam shumë nevojë me të fut një gjamje. Bravo.
Ke marrë këtë impostacionin e madh të kësaj famës, pa diskutim. Tashmë është një super famë. Filmi Pasaportat ka lanë një shkputje. Po. Edhe Indri tashmë është i dehun, kudo që shkon e njohin, Indrin e shohin vajzat, është djalë i bukur. Indri zgjohesh nga gjumi, po të pija nuk e di si del. Më falë edhe herë. Zgjohesh prej gjumit, çohesh prej gjumit, Indri, po pija nuk e di si del, sepse thame je i dehun. Si del tash kjo pija, kjo del. Si më del, si më kalon. Okej, fal. Se duhet me të kalu për momente. Në kjo, mu më ka kalu. A di pse? Jo. Mu më ka kalu komplet. Kjo ishte e bukur. Pse? Sepse unë kam fatin me ba një punë normale, përveç kësaj. Një punë që jam krenar për atë punë. Je detyruar më kthy fillin një herë me kam raditë. Kam zgjidhje tjetër më motor. Sepse kam përgjegjësina, kam ideal, kam i fëmijë, kam i qira, me pagu, kam shkollë etj. Edhe shoqër që kam një këshillat e prindëve të mi që tu kanë artista vetë e kanë ditë mirë se çfarë bote tash. Gjyshi jem, ja i Bepshiroka pra, para se me ndru jetë, unë i thash, i thasha bab, si tani, bab, unë du mu ba aktor. Për i qadin që ajë më kanë shumë i lukëzor, i gëzum për këtë gjabë. Ajo... Ti të rësu. Ajo, imaginama me Bepshiroka kër abate... Ti marë. Hamar ti. Mos, hamaj ti moj. Pasha. Ja, Pasha dashurinë, moj. Po jem moj për ty, moj, që kam për ty, shoko brigadier, ta thashet. Maje. Ja, s'di me bashkë të kotë. S'di. Më halën dështë? Gjyshi jem ma lutë në gjoj mos me e ba këtë punë. Ka thënë absolutisht jo, të lutem, po ta lasi amanet, mos e banë kur këtë punë, sepse kjo punë nuk t'jep me hangër bukë. Pra, tu këthujt është i muhabetit, unë jam falenderoj gjyshin tëm, prind të mi që më kanë thënë, okej, dhe më ba këto shumë mirë, shumë bukur, ne shtesim, merre i herë një diplomë sigur, për smarit. Diplom që t'jep me hangër? Që t'jep me hangër. Andaj, shko, banë qa dush, në i mojmë në, mos e kej mëra keq, po kërë e herë këtë diplomën. Edhe kështu bana. Unë marrova shkollën e mesme, fillova universitetin, e marrova në 3 vjetë, shkova të prindë të mi, thash, unë e banë detyrën teme, të shtë jo, a do e mani fjallën, së diskutohet, e më qunë në Romë, me pa i shkollë tjetër, për aktrim, e me një kandrën teme. Pra, unë kam dalë nga ajo që tha ti, sepse unë kam një jetë komplet normale, jetoj në Romë, punoj si infermier. Infermier? Jam infermier, kështu që nuk kam absolutisht... Edhe më bëhet shumë qefi për këtë pjesën tjetër. Ka një pyetje personale, vojzët nuk du me ta ba. Me të ardhë aktor filmash me të bëjë gjelponen. Ja, dhe ishta me ba. Apo fëmë në që s'mojnë vetëm me bëjë gjelponen. Ja, besoj që ja. Shpresoj që jo. Po shpresoj thot që jo. Kena po halucinacione, më duk si një aktor që e kam pa në film. Edhe të fillu mos hangër asë njëna mollë. Mos me të mojtë lërgë. An apple a day keeps Si the doctor përballon away. një sekond. If the doctor is good, forget the fruit. Paka shumë kjo. Let's remember this. Klesta, ba një pytje me qenja dhe të kja pjeza. Klesta. Klesta, okej. Si përballon ton femnat që e dëshirojnë, thot. Mallë Klesta, për të dhezi pjesën pa tjetë. Klesta, për shnes në rallë parë. Mos më lefdero se më rritën vesh, ti ishte... Pa
si përballë, mbahet qefi me thënë drejtën se kujt si pëlqen me pëlqy, jam të folë në klesin e direkt. Okej. Leta shumë simpatike, by the way. Okej. Nuk mbahet qefi përballë, një ashtu, më thënë, unë mandej nuk jam tip, nuk kam pordh. Infermier, po. Nuk kam pordh, nuk di me pas për edhe më këshillojnë. Okej. Po, ato është me pas Si pak vit pordh. jashtë Një sekundë se kam edhe Fonse e Indrit shkruan. Në kjo, një minutë, po infermier pra, ka mundësi i përballon, i shëron, është gjë e bukur kjo. Infermieri i bën të gjana. Vazhdoj ide. Dojnë me ditë Fonset të tuja, Po. shenjën e horoskopit. Unë si e doni. Demi. Edhe njëtën në tonë në ide? Po, e doni ka le me 7 maj, unë kam le me 2 maj. Jem Demi. Edhe djali jem me 4 Janë maj. interesante demat. Janë Shumë punëtor, Amën, shumë punëtor. të dashtur. Edhe shumë... Po, kryfor. Me qina të Demi është shumë luftarak. Po. Ta është dashur me bën një luftë për me veten tonë? Po, sa dush. Shumë. Shpesh. Shumë lufta. Disa më u këthy mrapa nuk I kisha ba. Se nuk mund t'jetë jeta luftë. Absolutisht. Këtë gjaj kam kuptu të shvonë. Mirë, ma si rrit, mirë. Pra, kada dalë, po, jam pjek. Por, po, kam ba shumë lufta. Sidomos, adin që është puna, kur ti ba një jetë, si që jeta jam është pak kështu, sepse unë kam, dhe më thënë, unë pjede i ndu e skarpë. Po, giusto. Një kam në 2 këpucë. E bjeni shto? Una scarpa in 2 piedi, no. Kamp një këpuc. 2 piedi in una scarpa. Ne se o kuptu me, Po, kamp një këpuc. 2 kamp një këpuc. 2 kam një këpuc. Po, po unë jam këpuca I takon me kanë, sepse kam të janë 2 punë. kamp t'i ke tujat, edhe I fut një këpuc. Okej, du me pru fjallet Ti që... më rëzik dush. Du me pru fjallet përveç këpucve, kamve, që jeta... A nuk është të thjesht me I bashku, dhe me thanë, 2 punë që ti ban në nivele, mund të thëmë nivele nalta, profesionale, a kuptoj se nuk, infermeri nuk e kam hobi, pas aktrimi nuk e kam hobi. Normalisht, janë 2 profesione që duhen njek të dyja, dhe duhen ushqy të dyja, nërko është profesioni më rëndësishëm I treti që kam që jam babë. Kjo ban që unë duhet me ba lufta, sepse pa lufta unë duhet me I lanë dhe I punë. Du me dalë të një foto që kam pati me qokollatë. Me kakao. Qa da me thanë, me kënë baba një djallit vogël, edhe këto fotot me qokollatë, me kakao, me kafe, me nuk e di se që ishte. Ishte shumë e bukur. Po ishte në gjëra më të bukur që kësha patë për një babet. Realisht. Po, më erdhi shumë spontane, jo, edhe pak ditë përpara, në fakt, naftojnë shkollë për ishte festa e babalarëve, ishte me 19 mars. San Giuseppe. Edhe naftojnë shkollë tanë babat që ishim të fëmijëve aty, edhe ne kishin organizu një party, kështu për bashkë me fëmijët në shkollë, në orën e fundit. Edhe himet tanë, I ba me surprizë, ma imagjina, Noa e ka djalijem, Noa u qmel kër më pavë, dhe imagjina I kisha shku në shkollë, s'nollë kur. Edhe në kishin ba do biskota në tavolinë, ullë në tavolinë të në bashkë, do biskota me një pjatë kakao, edhe një pjatë ishin një gjatë tjetër dekorime, kështu tambla, për gjoja për me I dekoru biskotat. Normalisht biskotat nuk u dekorune, po Noa mori pjatën, edhe filloj me vu, adin me nuj dorën e vetë me kakao, dhe një moment më banë mu, jam falibana unë I pari, pas aty merdi spontane, merre gejmë kakao unë jave në ftyrë kështu. Merre I kakao më vene laj kështu, atër filloj një luft, mua dhe djallit, me kakao. Kush ban ma shumë me kakao? Po, deri kur një moment, Noa mori komplet, pjatën, e njëvi mirë dorën me kakao, e të ma buri këtë dorën. Edhe prej aty më dhe fillu në tanë tjerë. So, u hapë loja, edhe ishte një moment shumë. Noa pas ka një emër shumë bukur, dhe mund kujta një film shumë bukur, por nuk du me dojtë të filmi, se është shumë romantik, Noa. E di, e njof atë film, e njof film tanë. Ideja është kjo, me thonë, sa është Noa i ambientu me dhëun e babës vetë, po dhe tin, po diskutim. Sa shqiptar është Noa? Atëherë, Noa
Noa ka qenë në Shqipëri një herë. Vjet, kur marru në xhirimet e filmit. Një 3-4 ditë kështu, erdhi në Shqipëri, si jam në podcast Tiranë. Në Shqipëri. Në Shqipëri, pra, Shqipëri. Tështi, Noa është shumë kurios për këtë pjesë. I pëlqen. E tërhek. Edhe gjithmonë e ma shumë. Në është edhe gjuha tjetër, gjuha ndryshme, jo qisa italisht, pra unë e perceptoj totalisht atë kuriozitetin e ti, do me ditë ma shumë, do me... është një fëmijë në zhvillim, Po, e intrigon, si më thonë, kjo pjesa që atërë unë kam edhe diqa tjetër, përveç, pra unë besoj që Noa, në qose unë do punoj mirë, se unë e kam dorë, se Noa ka një babë italiane, një babë shqiptare, një nanë italiane, kështu që unë e kam ndorë këtë pjesën to, po në qëse unë vazhdoj me punu mirë, besoj, Noa ka me pas një pjesë të mirë shqiptare, po, absolutisht. Tu pas babi Indrin, në nëjë që kam i dhanë ma shumë se sa një pjesë shqiptare, kam i dhanë një Shkoder. Shkoder, një atë isha me thanë, se po. Nuk ka pak. Po të kishë mundësi me pi një kafe, ose me Kja është e fansave apo jo? Jo, kjo është e emja. Te fillohet me kafe, dhosh. Me pi një kafe me 3 personazhe të famshëm. Gjallë ose të vdekur, shumë të famshëm. Po. Kush do ishin edhe pse? Okej. Heath Ledger, sepse ka qenë një aktor edhe një personalitet që unë një temë s'kam po ka të fort. S'di si me thonë në nërma specifike, i fort, i diqa që kisha marru me pi kafe me te. Heath Ledger, kjo pyetje është me përgadit. Jo, Marilyn Monroe. Jo, Marilyn Monroe, jo, si ishte gjo. Si e ka pas, më zot. Monica Vitti. Monica Vitti, që është... Janë të rëzikshme Monika, lutë. Janë Janë të rëzikshme Monika. E kina me Lewinskin. Me Lewinskin, ja. Monica Vitti, e njifni kush është? Ka një aktore e mrekullueshme italiane, mrekullueshme. Monica Vitti për këtë fakt. Si shumica aktore italiane që janë të zakonshme realisht. Po, absolutisht. Edhe i fundit, ta ndrojmë pak me se me aktore kështu. Thymër, që dush? Që dush ti, marrë këtë dush ti? Në dy. Jim Carrey. Se nuk është aktor, se ma si dëri. Denzel Washington. Okej. Denzel Washington, po, okej, është aktor, që me thonë, që aktorit është, por është kaq wise man, sa imagino me pi kafe me Denzel Washington. Mund të keq mundësi, jeta është e gjatë. Si dihet, po. Është gjatë që edhe mund të realizohet. Shpresoj. Po. Po punoj për këtë? Normal. Si është femna ideale për ty? Na, përshkruaj pak. Është ki kujdes, dhe kush e di sa femnat kanë me t'jek në podcast, edhe ka mundësi që ti me po gjonat habitshme rrugës. Di se ma kanë bërë sot Nadia në kafe i këtë pyetje. Një regjizor, një filmi shqiptar që quhet Pasaporta, regjizori quhet Eduard Grishaj. Eduardi t'ja dina se si e ka femnën ideale për te. Të shdona me një tonë. Pyti sot Nadia. Se ishim shtë muhabet, jesë më pyti ko. Po, e gjatë. Muhabet serios pas ka kanë vojza. Po pra, për femna. Ashtu më në për rolin e rol, si duket edhe thot, ta di pak a shumë që të gjej një person që po i jep ti drejtim ati përgjigjes, po nëna më. Ishim tavolin, jo më ishim tavolin, ishte larbane, ishim tanë atë, ishim të bo muhabet, kështu. Nejse, të shti. Duhet me kene gjatë, ja për fizike po thoni, apo... Fizike, të dyja. Edhe fizike. Me kene meqme. Në rol por, du me thonë e meqme dhe meqme. S'ka një mënyrë tjetër me thonë e meqme. Sepse ajo pjesa... A takon shpesh femnat meqme? Jo. S'kam... A kuptoj, jo.
Se mos kesh kuptohet. Dhe hina e fillova këtë shumë. Kat. Jo, pa kat. Jo, do shpjegohem. Do thënë, shpesh herë, gati kur ti nuk e kupton direkt mençurinë e një e një femnes, a kupton? Pra, kur unë tham thjesht sepse nuk më ka taku, sidomos të kohët e fundit me njoft vërtet një femen, a kupton? Që për me kuptu një femen se sa inteligjente është, duhet kohë. Po, pra. Ti se ke pas. Pra. Po të zjarri pak për situatë. Po jo, kjo ishte. Jo. Faleminderit. Vazhdo të shpi me parametrat fizik. Kjo ishte. E gjatë, thash. E gjatë. Huma më pëlqen me ka një hum. Këtë ishte më di ideni se kam të pëlqen hum të veçantë. Hum të veçantë, po. Po hum të punë të tjerëve? Po nuk mundet me thonë punër të më se mbullin Jam sonë. pije pak. Jam shkodra. Je shkodran, e? Nuk mund të thojnë. Na pëlqeni? Na pëlqeni? Pa thojmë. Po ishte. Me me të ula Veme po, I be fashe theme, e kena zakon. E kena në gjatë i Tjetër, që të thamë, me kajnë e mirë, të shtë femne ideale. Nuk kam ideale, nuk kam sinqerisht. Nuk ka recetën. Nuk ka receta. Sa më në shkimia ajo që ta afron medikam. Prandaj po nallat e meqmja, do të thonë, tjetë e meqme aty. I ki thonë tona. I ki thonë tona. Është vërtet. Pak më parë isha me thonë diçka që Indrin duhet edhe ta kuptojmë, sepse ka kaq shumë vite që jeton në një shtet tjetër tashmë dhe ka një herë ka shumë të vështirë edhe me qoftë me kuptu pyetjen, por edhe me artikulu dhe me u shpjegu tamam si duhet. Dhe këtë gjani duhet ta kena parasysh. Ju di që gjë avokati mbrojtës i Indrit? Jo, po vesha edhe. Jo, kam shumë vështirësi. Është normale, sepse tri Ishte klasa italisht të fillore kishim kam. një Indri tjetër në gjuhë italiane. Indri, koha ka kalu. Na nuk do na me zauru figurën tënde, sepse ti kemi ka niftuar prapë në për emisione, podcast, për shumë gjëra tjera. Edhe pa tjetër që ti kemi dhënë më të mirën, si është djali shkodran që keq me kallzu, ke shumë tradit brenda vetit, ke shumë zot millek. Edhe është gjë shumë e madhe me pas zot millek brenda vetit. Edhe me shpërndat të publiku, ka i pyetje ideni para se. A qëndron shprehja për ty, I'm sexy and I know it. Mund është me përshmej publikun. Po tjetër. Me kënaqësi më. Edhe na i kanë veçantë, s'është problem hiç. Këtë dusht. Ja, këtu me ne këtu nuk ka kanë veçantë. Vazhdo të Jo, unë thjesht du thjesht sinqerisht me ju falenderu, sepse që në momentin e parë që ju më keni folë për këtë projekt, nuk është fort projekti që më ka, dhe me për fjallin, ka podcaste sa dush, apo jo, në treg. Po ju të trija, ju kam imaginu, kur më keni folë për këtë podcast, edhe më ka intrigu shumë podcasti ju të trijave. Nuk e kam të podcast, e kam të ju të trija, sepse jeni kaq ndryshe njëna tjetra. Edhe unë ju për shembull, ju në atë mendjen time ju jeni ngjyra. Na vend të shkaj ngjyrë, së cilës. Po i keni. Ja. Veç teja që ti nuk ke ngjyrë. Ja, këtu poshtë nuk kam. Ajon. Ka, podcast nuk ka, Iko. Ti portokalle i kirante. Një fix portokalle. Po. Edhe ti i kirante. Komplet. Me të kuqe, komplet. Ti dhe shti, ti i kirante me flokët. Si e ka e mling të ngjyra flokëve? Përso, i man bajo Shqip. Me këtë mjë, s'kezi me mjë ma bukër. Ka tjetër, edhe s'du me thana gjë tjetër. Shife në podcastin tjetër veç, pashim. Pashim.